jemi në Durazano, në hyrje të qytetit të Ravenna në Italinë verilindore. Një tjetër dëshmi e prezencës shekullore dhe mira vjeçare të shqiptarëve në gjithë gadishullin Apenin. Mëtej kemi një qytet tjetër që gjendet prapë në tokën e Romagna dhe quhet Forlì. Dhe atje kemi një tjetër Durazano dhe Durazino. Por atje kemi dhe një vepër monumentale të një shenjti shqiptar që quaj Pietro Bardhi, apo si që quajnë italianët Pietro Bianco da Durazzo. Ai ka bërë një vepër monumentale aty që është Santuario di Santa Maria delle Grazie di Forno të qytetit Forlì. Por më poshtë në Itali kemi një tjetër Durazano, që është në provincën e Benevento në regione Campania. Toponimia që lidhet në Itali me emrin e Shqipërisë dhe shqiptarëve është e pafund. Unë do të kujtoj vetëm disa për kurreshtarët tanë. Duke filluar nga veriu kemi Albano Vercellese, kemi pastaj Albano Bergamasco, Monte Albano në Toskana, kemi më poshtë në Lazio Vulcano Albano, Colli Albani, Lago Albano, Albano Laziale, por dhe në Puglia kemi Albano di Lucania. Pastaj vazhdojmë listën e pafund me emra të tjerë komunash shqiptare apo që mbajnë emrin e shqiptarëve, siç janë Spezzano Albanese, Vakarizzo Albanese, San Costantino Albanese, Macchia Albanese, San Giorgio Albanese, Falconara Albanese, Santa Caterina Albanese, San Cosmo Albanese, Spezzano Albanese, San Paolo Albanese. E për të shkuar më tej deri në ekstremitetin e gadishullit Apenin, deri në ishullin më të madh të Mesdheut, që është Sicilia, ku kemi në portat, në hyrje të qytetit të Palermo, kemi një komunë të jashtëzakonshme që quhet Piana degli Albanesi, rreth 6.000 banorë që akoma sot flasin gjuhën e bukur shqipe. Pra ky ishte një demonstrim tjetër i asaj që unë gjithmonë e them që Italia është një vend shumë i dashur për ne. Dhe shqiptarët tu kanë qenë të përhershëm, që nga antikiteti dhe deri në këto vitet që po jetojmë tani. Prandaj lidhja është e tillë deri në nivelin e DNA-s. Nga toka e Romagna, unë Alban Kraja ju përshëndes dhe ju uroj çdo të mirë.